Pas 9 vjet shërbimi, trupat mbrojtëse të Kosovës po përmbyllin misionin duke i lënë vendin pasardhës së tyre Forcës së Sigurisë Kosovës. Në një ceremoni me rastin e shpërbërjes së kësaj trupe, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu çmoi lart punën e pjesëtarëve të saj, ndërsa i quajti ata simbol të punës në interes të gjithë qytetarëve të vendit. Pra kemi përfundimin e një misioni në mënyrën më të shkëlqyeshme të mundshme dhe fillimin e një misioni të ri që starton me nesër të Forcës së Sigurisë Kosovës, që do të jetë mburoj e vendit bashk me miqtan, sikur që ju ishit mburoj e rëndësishme në këtë periudhë të zhvillimeve tona. Trupat e mbrojtjes së Kosovës pasardhëse të ushtrisë lirimtare të Kosovës përbëheshin nga 5.000 pjesëtar, 3.000 aktiv dhe 2.000 rezervë. Forca e Sigurisë së Kosovës ndërkaq do të ketë 2.500 pjesëtar aktiv dhe 800 pjesëtar rezervë. Një numër i pjesëtarëve të TMK-s në bazë të konkursit mund të bëhen pjesë e Forcës së Sigurisë, ndërsa një pjesë duhet të shkojë në pensionim të parakohshëm apo të sistemohen në ndonjë institucion të ngjashëm me TMK-n. Komandanti i kësaj trupe, General Sulejman Selimi, tani komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, i cili u dekorua sot nga presidenti me medaljen e artë ushtarake, tha se ndjehet krenar me gjithë pjesëtarët e trupave mbrojtëse të Kosovës. Është një moment ku zyrtarisht po e deaktivizojmë TMK-n, me çka po përfundojmë një mision shumë të rëndësishëm të zhvillimit dhe të ndërtimit të shtetit të Kosovës. Data 21 janari 2009, kur FSK-ja edhe zyrtarisht do të fillojë emisionin e saj, është ndoshta e rastësishme, por që koincidon me datën kur zyrtarisht TMK-ja mori bekimin institucional para 9 viteve, ngjarje kjo e cila u zhvillua pas demilitarizimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nesër në mesnatë do të bëhet shpërbërja e trupave mbrojtëse të Kosovës, duke i hapur rrugën Forcës së Sigurisë, e cila zyrtarisht do të fillojë punën më 21 janar. Shpërbërja e trupave mbrojtëse të Kosovës dhe formimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës parashihet në planin e presidentit Marti Ahtisari, mbi bazën e të cilit Kosova e ka shpallur pavarësinë. Autoritetet në Prishtinë shprehen të bindura se kjo forcë e sigurisë, e cila do trajnohet nga NATO-ja, do të jetë e gatshme të sigurojë një mjedis të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët e Kosovës. Ajo do të jetë forcë shumë etnike, ndërsa njëri nga zëvendës komandantët e saj do të jetë nga radhët e komunitetit serb. Përfaqësuesit e këtij të fundit ende më dyshën rreth rolit të kësaj force që për shqiptarët paraqet bërthamën e ushtrisë së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.